Zimin është ky. Ne zbresim rrymen elektrike në 7 lek kilovatin, i cili është sot 8.5 lek apo 9 lek. Së dyti, ne do ofrojmë shqiptarve, kudo që janë, vendosjen e paneleve diellore me mbështetjen e qeverisë, për të cilët ata do paguajnë 3 vite energjinë e prodhuar për tyre si tarif energjie. Pas 3 vitesh do kenë falas energjinë në shtëpitë e tyre. Amarildo Marku, doktor, problemi serios diskriminimi që Edi Rama i ka bërë veriut në këto 12 vite. Rrugë me pagesë, ndërkohë rruga e Kombit është bërë nga qeveria jote e s'kishte pse t'u bënte me pagesë. Çdo lloj diskriminimi, ndaj çdo lloj krahine merr fund. Të gjitha taksat rrugore hiqen javën e parë të qeverisë Partisë Demokratike dhe të koalicionit për Shqipërinë Madhështore. Leonika, përshëndetje doktor. A do ta mbani premtimin për vendosjen me ligj të minimumit jetik që të paktën mos marrin buke ushqime tek dyqani i lagjes? Absolutisht, ju lutem mos harroni se ligji i parë pas votimit të qeverisë do të jetë ligji minimumit jetik i cili ndodhet në parlament, të cilin ne kemi dorëzuar 1 vit e gjysmë më parë. Ai premtim është premtimi i parë që do bëhet realitet. Edmond Cajku, përshëndetje doktor. Falja e gjobave të vëna nga lloj-lloj policish e lloj-lloj task forcash. A do të ketë falje i gjobash dhe kur do të bëhet në rast fitoreje, se na mbytën në gjoba? Të gjitha gjobat mbi qytetarët, të vendosura para datës 11 maj dhe gjerë në vitin 92, gjoba dhe kamata çfarë do lloji dhe cila do qoshin ato, do të falen, do të jenë 0. Po kështu dhe gjobat e biznesit të vogël. Ju garantoj se amnistia për qytetarët, amnistia ndaj gjobave absurde të gjobvendësve, do të jetë nga aktet më të para të qeverisë së ardhshme. Afrim Curri dhe Megi Zoga kanë pak a shumë të njëjtën pyetje për diasporën. Përshëndetje doktor Berisha, jetoj për 25 vitesh në Britaninë e Madhe. Thot Afrim Curri, me sa po shoh 90% e diasporës po voton për Partinë Demokratike dhe koalicionin tuaj. Sa të aftë do t'jeni që kjo vot mos tjetërsohet nga sekti Rilindja? Sekti Rilindja ka dëshirë të bëjmë çdo gjë mbasi e dinë që urrëtia e shqiptarëve ndaj tij është e pakufishme, por ne po bëjmë gjithçka për transparencën e votës tuaj dhe u kam bindje se viti 2025 të dashur miq do të jetë viti juaj. Viti me të cilin ju me votën vullnetin tuaj përcaktoni fatin e Shqipërisë në ndryshimin e madh. Okej, vazhdojnë për votën e diasporës. Presim ndërkohë pyetjen e radhës. Gzim Zaimaj, përshëndetje doktor, rruga Çorovod Përmet. Është ndaluar së zbatuari projekti që e bëri qeveria juaj. Çfarë do të bëhet? Do shkojë gjë në fund. Do zbatohet plotësisht. Okej. Megi Zoga ndërkohë prapë për votën e diasporës, doktor, për problematikat që po konstatohen në diasporë, zarfe pa fletën e votimit apo vonesë nga ana e postës pasi kemi votuar. Çfarë masash po merren? Ne po merremi me intensitet me këtë problem. DHL është me reputacionin e postës më të sigurt dhe prandaj por ne ndjekim me shumë shqetësim raportimet që na vijnë nga diaspora dhe po merrem me to.
Senada Martinaj, unë uroj fitore madhështore këto zgjedhje më 11 maj, e vetmja gjë që kisha